Mehmet Reshidi, me dëshirë të Allahut fuqiplot, yzbash i suarive të ushtrisë perandorake, kam nderin të sjell fermanin e portës së lartë me radej senien e sultanit Halife Padisha i Fronit Osmanli. Tani që rebelimin ndaj Tanzimatit u shtyp në dheun e shqiptarëve të jugut, dëshiroj paqe me krye rebelin Jano Gjermeni dhe shpall amnistin për të e për rebelt e ti. Paqe kam dëshiruar dhe lidhur dhe me krye rebel të tjerë. Duke u nisur nga dëshira e mirë, sultani emëron Jano Gjermenin Derven Agas, ndërsa njerëzve të tij u fal jetën dhe u lejon të kthehen në shtëpitë e tyre me kusht që të njohin sundimin e sultanit në trojet e jugut si i vetëm i caktuar nga vetë Allahu fuqiplot. Stamboll, Porta e Lartë, datë 12 Azirian 1295. Ke një biçak? Po, kam. Ma e pak. Do të m'ketë në fund të rastës. Ma bë pak. Këmish me dyll? Po. Përse duhet kjo? E përdorin kaçakët për të mos i zënë plumbi turkët. Të mbron dhe nga shiu dhe nga të ftohtet. Mere. Dal!
Ma e këmishën, shpejt. Ç'po bën? Do iki. Ej, ti, ku shkon? Dal! Dal mërë po të them! Kush është? Habe, se jam unë. Jano. Gjallje. Mirë mbrëma, mirë se u gjej. Mirë se erdhët. Jano. Jano. Ka që pak pas keni mbetur. Shko rregullo miqët brenda. A e trimi fle? Flen. Lërë zjarën edhe shko zjo djalë. Të flër dhe ca, pasaj pa ngre. Më dëgjoj ka më kërvoja. Të dëgjoj, Jano, dëgjoj. Po ja, po u bëj bukën edhe djalin po e sjell. Po shkoj të zgjej vetë. Do të shihni se shtrin do të marrim. Do merrni me vete? Do të marrim. Djemt në mal i bëhen burrë. Ku është djali? Ku është djali të thash? E morën asjerë të Yzbashit. Si? E morën bashkë me disa tjerë si pengje. Jano, nuk isha që të bëja. Kur e morën? Sot në mëngjes. Të nisemi, kapitan. Mbas e jarrim rrugës.
Ku e ke Mehmetin? Nuk e di. Ka 2 ditë që nuk ardhur. Mere. Nuk e dua. Nuk kam provuar kur grua me gjerdan të tillë. Mos o sot. Mos e lut Zotin. Tani kemi punë. Ma vonë. Hec! Kapitan, këta do t'i vëras vetë. Kjo është gati. Futen brez. Të vjen keq? Po barku i saj Klyshti i Zbashit do t'lindë. E këta i Zbashit bim bash do të kthehen përsëri e do sulen mi fëmijët të ansiati i tyre. Lerë më kapitan se i marrun gjunajt me vete. Këbure. Atë ditë kur kapedanët edhe kaçakët do të merren me gra dhe fëmijë, nuk do t'jenë me as kapedan dhe as kaçak. Kapitan. Kalo këbure. Kapedanët dhe kaçakët vetëm me gra dhe fëmijët nuk merren. Kush është? Janu ata ka zënë derën. Dera për janën e trimet e ti gjithmonë e hapur është. Ja të hap dera. Mirë erdhë, kapitan. Mirë mbrëmë, mirë se u gjetëm. Po si jo, vazë? Po ju, si zuri ju me shpetin shtresa ju thash. Nimo petën ti t'japi ujkujvet. Mire. Shikur qenka. Po di, nuk të merë kapedani, bof të bashkë. Do të mërë. O të bukur thënë që i bëri. Hajtë bisë. Hajtë rëvi. Bardha, shpejt të keqen. Çka e kapitan? Postejeni ngrit tashërët.
Hyrë brenda thasha dhe mbyllë derën. Afro këtu dhe mos më bëta ngrej zërin. Nuk vjen. Mirë, vi unë të këti. Ftemi larguar që këtej do të vrasë me dorën time. Nuk më mirë të mendje se mund të ishe kaq i poshtë. Tjetri të hap derën dhe ti merr nderin. Dëgjoj kapitan. Unë e besoj se mund të më vrasësh. Dhe po të më vrasësh ti ata dhe ka. Por unë nuk jam i poshtë. Si nuk je i poshtë? Po që ngrihesh i pak dhirë dhe unë të poshtë me sytë e mi. Unë di të them që bardhën e du. E do për kura. Nësa po vendosën për të. Ty do të thuaj të parit, kapitan. Unë në botë nuk kam njëri tjetër veç te. Kujtoja se do gëzoheshe kur ta merre vesh një lajm të tillë. Do të martosha shpejt. Të kisha fëmijë. Për mund të jem edhe gabuar. Nuk është asko. E që kjo shtutje për poshtërsia të refritëm tani me dorën tënde. Po veç prisni. Mos donit na zër drega. Hajde lvizni. Po vin, kapitan. Zini vënde. Hajde djema. Nxitoni. Shpejt. Ashtu. Hajde këbure. Zao. Shpejt ati. Nxitoni. Eja qibu. Dëgjoj këtë ti. Nuk të marrë zjarë si herë të tjera. Do të qëllosh kur t'ja urdhëroj. Do të them njërë kësaj mbase më dëgjon. Kapitan, ç'do bëj me gjithë ato Flori? Do dim ku t'i çojmë, po ti mbavesh mirë të gjithë thash. Ç'po ndodh kështu? O burra, se ne ngrëmbyen Florit. Hiqe këmishën. O lame, ti heqi bregët? Gjitha! Hiqi! Hiqi tash! Kam ardhur të marr Florinjt. Ato nuk janë as të tuat, as të turkut. Ta Flori nuk thehen më ku janë marrë, kapetani janë. Lare kusarët në punë e vetë. Nuk mjafton hasmë që ke. Më mjafton. Me ato Flori do të mbyll disa plagë që ka hapur turku në vatrat tona. Sido që di që ato plagë nuk mbyllen as me aq Florinj, as me të tjerë. Kapetani janë, këto llafe nuk më duhen mua. Këta Flori unë ka marrë me këte. Edhe do t'i mbroj pa me këte. Lame kusari. Që kur kusarët kanë zënë ngrihen mbi kapetan? Që kur kapetanët janë kthyer në kusar. Qëllovshim mbas shpine, atëherë keni punë me mua.
Turqit kanë rrethuar hanin. Largoj shpejt. Në barak. Presta! Punoni, efendi. Ku është Lame Kusari? Ku është Lame Kusari, po të pyes? Lame Kusari, nuk dua luftë me ty. Dëgjon. Mos lejoni njëri të brenda. Është ka parë. Ne të dy kemi një as, janë Gjermeni. Thonë se dikur ai të ka kërkuar të bashkohesh në qet me të. Tani ti duhet ta bashkë të gjë. Dhe pasi ti jesh bashkuar, duhet i gjesh rastin. Pazarin e cakton ti, unë paguaj. Kapedaniano është hasmi yt edhe imi, po nuk është kalama. E di, po thonë se i beson tek njerëzit si një kalama. Tek unë jo, por edhe në besof, tani unë vetë nuk shkoj tek ai. Mund të qojmë dika tjetër, që e kryen më smiri këtë punë. Dika tjetër? Pa. Kush është ky? I mirë. Këtu do t'jena. Shkëllojmë, baba? Mirë, fishklaj. O, kush na pas ka ardhur? Pa shini më vlezër kush pas ka ardhur. Hajde, hajde. Gjëgjano! Më të lumë, dhe mbajtë fjallën. Thej se do vijet të më takoj edhe erdhe. Po që pas ke bërë këshova se pas ke lënë gjysmën e fshatit pa ngrënë? Po që ishte ajo fjallë, gjera të vogle janë. Si jeni o tima? Mirë. Po këtë që ke marrë me vetë? Është një miku jem. Unë jam nuni ti. Është djali Lamës. E di. E një? Është lodhë pas të jatit. Prandaj kërkon të nisë një rrugë tjetër. Mirë bëra gjesolla. Që shikon ashtu si kur po e përpin me sy. Njerëzit të mirën edhe të ligën e shfaqin më parë në sy. Ti di më mirë, kapitan. Si thoni djemë?
Pa të shkojmë në mbar. A mërë trimi vogël, po hajtë mërë se na ka marrë malli. O Qibuk, mja fjete, sila të argëm këtu. Vaso, e ule. Vaso, duam fjallën tënde për t'i ndarë këtë para. Po jam rëdjema. Në shpinë e parë buzë brojit e qenë qupjetime. Po nuk u martua shpejt, ka rrezik të marrë beu si kopilën se rajt e veta. Qibuk, qupën do të martojmë ne, Vasar. Tjetër. Abedinit, Bekshiu të fshatit i ka ngorë dhe ka u vetëm. Me te ka lëruar gjysmë e mahallës. E ka hak. A i ka vënë dhe veten rrezik për të na shpëtuar nga turqit. Jepi Qibuk, jepi. A i shtrim dhe i ndershëm. Tani, një dorë të mirë, në më të gjofshi mua, duhet të ndani për një mikun tim. A i do të blerë ca shkronja për të bërë libra. Është ai miku që u takuam këtu e një vit më parë nga Voskopoja. Kujtohet? Po, kujtohet. Turku nuk do që fëmijët tanë të flasin e të shkruajnë gjuhën tonë. Duke harruar gjuhën, harrojmë emrin tonë, vendin tonë. Prandaj, me pushkë e apetare, të gjithë duhet i dalim zot vendit. Për libre nuk duhen kursehen parat, Vaso. Tjetër. Ka qisha. Tjera ti di vetër. Ajo, lere me njanë, se nuk di e se shëndasë. Vash mërti. E i lafet më, e që për para të shumë. Vile më ki kojën të ashtë. Bëni o të malkuar, ju hëngër të mordje, u hëngër. U të zizat, nëna. U të shkritë. Ku i qoni ato në? E ku më i foto për ndate? Shkallmoni. Jeri me shkelma, bjeri fort. Aty për ndot do t'jetë. Fort, fort. Jeri një më fort akoma. Kontrolloni. Nuk ka njeri brenda. Duhet këtë ikur këtej. Niso. As njët mos qëlloj, e duhet gjallë. Ja të kështë.
Tani nuk ke kum shkon. A i kapedani yt e fali gruan time. A i fal, se është kapedan. Kurse unë nuk fal. Ja këtu do të shtri. Në këta shkëmbinj. Para ushtarëve të mi. Nuk të vras. Se vdekja ta fshin njollën ty dhe ati kapedanit tënd. Do të let lirë. Që të shkosh te kapedani yt e ti tregosh për Ysbash Mehmetin. Mos u tremb, zoçka ime. Jano! Që së rrinte nëna Fatberin. Shkojnë, kapetan. Shkojnë. Ku të shkojnë? Shkoni ku doni. Vetëm lini rahat në hallat e mia. Çfarë ka kapetani këtu?
Ku I pas këtë trimat më birë? Për koj që nga njësë kështë? Mos më pyet, baba. Si mos të pyes, Mërbirim. Hajde me mua. Hajde me mua, thash. Sonde jam unë kapetane të mbindesh. Dikun edhe të huajthe. Je apo nuk je në vete, o kapetani? E si ti jem në vete? Kisha grua dhe nuk kam. Kisha shtëpi dhe nuk kam. Kisha fëmijë edhe nuk kam. Që ke lodhur. Ere kapetani. Pa qka se halët të randa të karan. Por kapetanët prandaj janë kapetan. Se nuk mbajnë vetëm halët e veta. Vetëm më dhejot. Dheu I huaj, sa do I embël qoftë, nën nuk të petë. Po ti nuk mund t'i kisha kapetan. Se kush do të bëhet zot hallëve tonë? Kush do të dalë krah fëmijëve tonë? Ti e di Orbiro që unë breth udhëve të largëta me karvan. Dhe di që pëndodhë. Si me atë trongën e madhë, që ka prerë së pata. Zënë e qeli në sytë të rinjë, po për të mbuluar shpejt, me plagët. Kam takuar komit të rinjë, ca emra që nuk I kam njojtur në parë. Tha shkallë të tjerë janë shfaqër. Abetare të reja kanë ardhur. Shoqërit të tjera janë krijuar. Pse mi thua gjitha këto? Nuk e ti asum se ti thash. Ti bëj si të dish vetë. Megjithatë, unë them se nuk bëra keq. Kapetan, unë kam shumë fëmijë. Bëj të tjerë për shpirt. Mos e më prave. Që është këtë ullë ko burë? Ta ullë e zbashit. Ka artë të mbledh për sërin I zamë. Çdo bëjmë djemë? Do t'i bijem qenit? Prina, kapetan. Të jesh Nizami Sultanit
është nderi ma. Prandaj, të gjithë ato që do të dëgjojnë emrat, të afrohen te karrocat. Spiro Klapa, Lukan Vrina, Kiço Lusha, Panajot Kazaja, Leonida Andrico, Strati Malo dhe Vasil Buronja. I shikoni këta? I zumë si për fshatit, tek shkonin të bashkoheshin me qetën e Jano Kaçakut. Ku e keni atë kapetanin tuaj? Përse nuk vjen të ndihmoj? Base duke ardhur është. Mbyllë gojën qelbësir, do ta sjell unë këtu përpara jush, gjalla vdekur. Dëgjoni këtu. Dorëzoni të gjithë taksat, për ndryshe asqert e mi do t'i vën flakën fshatit. Padishau e ka zemrën e madhe. Po të ishte për mua do t'u varja të gjithëve këtu, në tek të këtij rapi. Fjala e padishahut, vullneti Allahut. Suka punya Mosjelloni! Bokur, ti je shtruar këtu për 7 palqefe, kurse kapetani Janu me qetën e tij vesh me hëndrën kokën atje. Ku ke djalin? Ç'po bën ai atje? Apo është bërë kaçak? Supet e tua do t'i kisha ulur për gjithmonë me këtë. Po të bëj që tani më duhesh.
Qëru! O vaso! O, kapedani. A është vaso brënda? Brënda është, misardh, urdhë. A ke raki apo jo, ha? Sonde, unë kam ardhur të pi. Rakia mu nuk më ka munguar kur ti e di. Grua. Urdhro. Da mu gja. Ga. Sonde do te, ha? Ta shohem. Do të pim pa gota. Mos ikës ti. Ju e dini që Petro e ka shtënë Serdan bardhë. Unë kam ardhur të bëhem shkesë. Është era e parë në jetën time që bëhem shkesë. Nuk e dia do ta pranoni fjalën time. Po pse ka ndonjë që nuk e dëgjon fjalën e kapetanit? Me fjalën tënde hidhemi në zjarre, jo mos pranojmë gazin e aren. Gaz paq. Edhe ju gaz paq për jetë. Të bëft mirë. Të bëft mirë. Tani e bërë tamam kaçak e vërtet. Nuk e vret. Nuk e vret. Oh. Mbaje fort. Kapetan. Hajde, shpejt. Po vinë turqit. Ku janë? Në qafën e malit përballë. Kush t'i ke sjellën këto anë? Merë shpejt fëmijët dhe o burrat e qafa erës. Zao! O zao! Arkuajt edhe shpejt të qafe sërkadhes. Qërta. Tek pro i thatë. Eni o djem. A e merë më mënë se kush mundi drejtoj ata? Jo. As kush më mirë se tatë nuk i nje këto shtigje. Ç'është kjo? Është me dyll. E përdorin kaçakët për të lyer këmishat, që të mbrohen nga papastërtitë dhe lagështira. Këtu kanë qenë tani shpejt. Kjo do të thotë se kemi diku këto afër. Ec! Ata janë futur në prua për të dalë në det.
Pastaj do të kaloj në qaftë keqe dhe do të zpresim në llamës. Prandaj them t'i bijem këtej, që t'u dalim para dhe të zëm qark. Ec. Nga do shkojmë, kapitan? Tek pro i thatë. Esi. Turqi! Unë do të zë shtegun e shkëmbimve. Ju do të kaloni ma ta në projt. Kapitan, kaloneve shtegun e shkëmbive. Ata djemë do në shpëtuar. Po nuk u shpëtuan ata, nuk do të ketë më kaçak në përmale. Prandaj nxitoni, unë do të vi pas. Pse më shikoni ashtu? Nuk më besoni? Djema. Hajde nxitoni! Mere kapura. Mirash, kapitan. Po ti? Kam ardhur të kthej një borxh. Ktheu se do të vrasin. Mos filloni! Deri tani më kanë thirrur djali i Dutit. Sot e tutje nuk dua të më thonë edhe djali i tradhtarit. Ku shkon? Ktheu! Ku shkon? Ktheu! Ktheu të thash! Po ktheu, marbir, ktheu! Jo! Jo!
Të brava mirë, me torën time, unë i poshtri. Esni më shpejt, më shpejt, më shpejt. Jano Gjermeni, dorëzohu, nuk e nga janë banë. E ke kot, hidhe armën. Sultanit ka falur jetën. Zjarë! Jave fundi ytë. Tani nuk je më kapetan. Kokën tënde do ta çoj me tepsi te sultani në Stamboll. Unë jam prap kapetan. Këbure, e di vendin ku do takojmë me kapetanin? Po, jo se të kalojmë të qaf mali. Jeni të lirë e mund shkoni në shtëpi tuaj. Unë do të qëndroj me kapetanin në qetë. Edhe unë.